Agjola Fero vjen para lexuesit me librin e saj të parë me titull Nën hapat e një shkrimtari. Libri prezanton skica letrare të shkruar nga autorja pogradecare, skica që të prangojnë dhe mrekullojnë me stilin e thjeshtë të shkruarit, por edhe figurat letrare të përdorura me finesë artistike prej saj. Ëndra ime më e madhe gjatë kohës së gjimnazit ka qenë botimi i këtyre shkrimeve. Ndonse më dukej vetja një shkrimtar e vogël, aso kohë dhe botimi i këtyre shkrimeve do të më vërtetonte atë gjë. Më kujtojnë shumë mirë edhe sot ne të gjatan konvikt me pamjen më të bukur buzëliqenit të Ohrit, ku ana më bënte shoqëri dhe unë kisha të vështirë të ndaloja së shkruari, pasi për mua ai ishte pasioni im i madh. Ky libër ka nisur kohë më parë, ka nisur atëherë kur kuptova se mrekullitë ekzistojnë dhe se Zoti gërmon në ëndrat tona, një nga një derisa i realizonte gjitha ato. Duket çudi, por e vërtet nuk mbaj mend sa kohë më parë e kam ndërruar që ky libër të realizohet dhe ja sot e shoh të hapet ngadalë në duart e mia. Nuk pretendoj që të jem shkrimtare, as të bëhem kadareja i ardhshëm. Ky libër i kushtohet ndjenjave të realitetit tim, ku personazhet e cilit do të mbeten anonim. Ky libër i kushtohet edhe së ardhmes që më pret me surpriza edhe më të bukura. Unë besoj në Zot, ndjej që ai është e vetmja gjë që më përket dhe që plotëson çdo gjë të pamundur. Lexim të këndshëm, thot autorja në parathënien e librit.